Artistet Vahida Hasanaga Nimanbegu dhe Mersiha Mavriq sollën ekspozitën e tyre të parë me piktura në qytetin e Korçës. Artistet malazeze punojnë në stilin abstrakt, ndërsa kjo ekspozitë erdhi si një dialog vizual midis dy personaliteteve krijuese, të cilat përmes gjuhës së artit ndajnë mendime, ndjenja dhe këndvështrime të ndryshme për botën moderne. Po që më ka pëlqyer dhe kam tentuar çdo herë që të vij me ekspozitë. Këtu kam sjellë normal punimet, veprat e mia në frymë mediteranike të punuara në mënyrë moderne. Unë jetoj në Ulqin, Ulqini veçohet me det, me kalan, me gurin e kalas, edhe siç e shihni këto rezultojnë këto ngjyra edhe në punimet e mia. Vim nga Ulqini, nga një qytet bregdetar, dhe këto në këta punimet e mia, të cilat mund t'i shihni sot, frymëzohet, domethënë, shihni detin, shihni si qytetet vjetër, nga që mi kemi edhe qytetin nëpërmjet 2500 vjetër të kalas, domethënë, këto janë punime mediterane me ku ngjyra kaltër të mbizotron. Kjo ekspozit vjen si një urë komunikimi mes dy vendeve fqinje, duke forcuar lidhjet historike dhe kulturore mes tyre. Ekspozita, e cila u titullua Dy Batica, e qelur nën kujdesin e Qendrës së Artit, Kulturës dhe Inovacionit, erdhi si një kujtim që arti nuk njeh kufi.